Teksa pohuan se temperaturat jashtëzakonisht të larta kanë bërë që viti 2025 të ketë të gjithë gjasat të renditet në mesin e viteve më të nxehta të regjistruara ndonjëherë, Kombet e Bashkuara pohuan me shqetësim se ngroja globale është praktikisht e pamundur të ndalet, pa u marrë masa të forta. Ndërkohë, edhe pse ky vit nuk do të kalojë 2024-ën si viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, ai do të renditet i dyti ose i treti, duke mbyllur një dekadë me nxehtësi të paprecedent, tha Agjencia për Klimën dhe Motin e OKB-s në një raport të publikuar në sfondin një takimi të liderëve botror në Amazonën braziliane, përpara samitit të klimës COP30 të OKB-s që do të mbahet javën e ardhshme. Marrëveshja e klimës e Parisit, e arritur në vitin 2015, kishte për qëllim kufizimin e ngrohjes globale në më pak se 2 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale dhe deri në 1.5 gradë Celsius nëse do të ishte e mundur. Tashmë vitet ndërmjet 2015-s dhe 2025-s, nga sa pohon OKB-ja, kanë qenë individualisht më të nxehtët që kur ka nisur vëzhgimi i motit 176 vite më parë, dhe listën e kryesojnë pikërisht 3 vitet e fundit, 2023, 2024 dhe 2025.